Hoteli luksoz me 5 yje, Serena në kryeqytetin e Pakistanit i Islamabad është vendosur në qendër të vëmendjes për bisedimet e paqes që synojnë t'japin fund luftës mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, duke forcuar statusin e tij si një nga ndërtesat më të fortifikuara në Islamabad, aty ku janë sot gjithë sytë e botës. Qyteti ndodhet nën masa sigurie të paprecedenta përpara bisedimeve me dyqane dhe zyra të mbyllura për 2 ditë, teksa kanë bërritur aty zëvendëspresidenti i SBA-ve J.D. Vance, si dhe delegacioni iranian. Mira pjesëtarë të forcave të sigurisë, përfshirë trupa paraushtarake dhe ushtarë të ushtrisë së Pakistanit, kanë ngritur pika kontrolli dhe bllokada në të gjithë kryeqytetin, duke izoluar zonën e kuqe ku ndodhen zyrat qeveritare dhe ambasadat. Ndër ndërtesat më të fortifikuara në Islamabad është hoteli Serena, ku mund të duket si një zgjedhje e çuditshme për të pritur bisedimet me rrezik të lartë, veçanërisht duke qenë se sulmi më i rënd militant në Islamabad ndodhi aty në vitin 2008, por ambientet e saj piktoreske dhe arkitektura maure fshehin atë që zyrtarët e sigurisë e përshkruajnë si një sistem sigurie shumë të mirë organizuar. Ata së bashku me ish drejtues të policisë theksuan vendodhjen e saj strategjike pranë zonës diplomatike dhe përvojën shumëvjeçare në garantimin e sigurisë për mysafirët e profilit të lartë. Stafi i sigurisë është i trajnuar shumë mirë pasi shumica e tyre janë ish zyrtarë të sigurisë në Pakistan, tha i shefi i policisë së Islamabadit, Tahir Alam Khan. Një burim i sigurisë qeveritare tha se kompleksi i hotelit, i cili përfshin më shumë se 400 dhoma, disa salla banketesh, salla të shumta konferencash dhe një kompleks zyrash, mund të strehojë qindra mysafir, çka e bën atë ideal për delegacionet e SBA-s dhe Iranit, të cilat përbëhen nga mbi 150 persona. Ai ka kontrolle të rrepta sigurie në disa nivele dhe së fundmi ka koordinim të fortë me agjencitë shtetërore të sigurisë, tha Kalem Imam, një tjetër i shef policie në Pakistan.